Numërimi, vlerësimi i fletëve të votimit dhe nxjerrja e rezultateve në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të 9 nëntorit do bëhet përmes inteligjencës artificiale. Gjithçka është bërë me dije nga kryekomisioneri Ilirian Celibashi gjatë konferencës rajonale mbi digitalizimin e proceseve zgjedhore, por sipas tij për momentin kjo metodë vetëm do të testohet. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet mënyra zyrtare e referimit. Ai u ndal dhe te digitalizimi i proceseve të tjera, sikurse është identifikimi apo votimi elektronik, që sipas tij ka ngritur efikasitetin në administrimin e proceseve zgjedhore. Ndërkaq, ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton Silvio Gonzato theksoi rëndësinë që kanë proceset e digitalizimit në drejtim të transparencës dhe proceseve demokratike zgjedhore. Mirëqenia digjitale është qendrore sa i përket agjendës së reformave. Do të thotë për të siguruar që fushata online, reklama politike, përdorimi i dhënave janë transparente, të verifikueshme dhe objekti i monitorimit pavarur. Reformat zgjedhore dhe digjitale janë pjesë e angazhimit që ka marrë Shqipëria për të bërë shtet antar, pjesë e grup kapitullit 1, çështjet themelore dhe kontribuojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë tek udhërfyesi për funksionimin e institucioneve demokratike që theksojnë rëndësinë e zgjedhjeve transparente, qeverisjen, llogaridhënien dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Gjatë konferencës u theksua domosdoshmëria që autoritetet zgjedhore të zhvillojnë mekanizma bashkëpunues midis autoriteteve evropiane për t'u përgjigjur kërcënimeve digjitale që mund të vinë në këtë drejtim. Konferenca u organizua nga Instituti Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore, International IDEA, në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë.